E ardhmja trajnerit Silvinho mbetet në pikpyetje te Shqipëria. Braziliani ka kontratë të vlefshme deri në kurrik, ndërsa deri tani nuk ka ardhur rinovimi apo mbyllja e bashkëpunimit. Silvinho nuk po e mendon një dorëheqje aktualisht, ndërsa mbetet në dorën e FSHF-s, që deri tani po respekton kontratën. Italia ndërkohë dha një shembull së fundmi, ku edhe mund të kuptohet se çfarë ndodh nëse Silvinho shkarkohet, por nuk është vendosur për pasuesin e tij. Trajneri Alban Bushi, që drejton ekipin U21 të Shqipërisë, mund vendosej në stol për sfidat e muajit qershor. Silvio Baldini u vendos sot si trajneri i përkohshëm i Italisë, për të qenë në kryet e ekipit në miqësoret me Luksemburgun dhe Greqinë. Baldini është në kryet e Italisë U21, që nga korriku i vitit kaluar. Deri në emërimin e trajnerit që pason Gattuson, do punoj edhe për ekipin e parë. Humbja e Shqipërisë në Varshavë ndaj Polonisë i dha fund shanseve tona për një vend në botror. Ai eliminim ka sjell polemika të shumta dhe kritika për trajnerin Silvinho. Megjithatë, në një intervistë ekskluzive për Panorama Sport, Altin Rakëlli shprehet se Silvinhos duhet i jepet edhe një shans tjetër, pasi rezultatet e tij janë historike. Atë humbje me Poloninë si e ke parë, domethënë sa dhemb. Duke parë mënyrën si luajtëm, sepse më ke thënë në intervistë më parë që ne do e dominojmë Poloninë dhe do e eliminojmë. Nuk e eliminuam, por ke drejt. Tani unë kisha shumë besim, sinqerisht. Mënyra se si erdhi loja ishte nga ato humje që të dhembin, me të vërtet dhemin shumë. Dhembën më shumë se çdo humje tjetër, sepse kur luan keq në një ndeshje dhe pësosh 3-4 gola, nuk të vjen keq fare. Mund thuash kisha një ditë keq dhe ndoshta kundërshtari ishte më i fortë dhe e pranon, nuk ke çfarë i bën. Por një ndeshje të tillë ta humbasësh, është vërtet dhimbje e madhe. Ajo humbje i dhem shumë lojtarëve që ishin në fushë, por edhe ne na dhem shumë sepse nuk e merituam. Nëse analizojmë lojën, ishim superior në shumë drejtime dhe kishim një skuadër që ishte favorite, dhe kjo nuk është pak. Me një skuadër më të fortë se puna e Shqipërisë, e kupton? Kur krahasojmë veten me këto ekipe, nuk po themi superfuqi futbolli, sepse nuk jemi superfuqi, por poshtë elitës janë ekipe si Polonia, Çekia, Kroacia dhe edhe për momentin Italia, që nuk janë në majtë të futbollit të sotëm, por janë direkt pas majave. Të dominosh një ndeshje të tillë në Poloni dhe të bësh 2 gabime gjatë gjithë ndeshjes, do të thotë që nuk e kemi arritur akoma atë pjekuri dhe atë cinizëm si skuadër, ku nuk lejohen asnjë lloj gabimi. Domethënë, ta dominosh ndeshjen në fushën kundërshtare, por të bësh 2 gabime të vogla dhe ta humbasësh ndeshjen për shkak të tyre, tregon që nuk jemi akoma ajo skuadër që duam të jemi, cinike, profesionale dhe e fortë. Kemi ende punë për të shkuar deri atje. Duhet të luftojmë akoma më shumë. Pra, kur në ndeshje të tilla me një performancë fantastike humbim në fund, dhimbja dhe keqardhja janë edhe më të mëdha. Përveç 2 gabimeve që përmendet në mbrojtje, ishin edhe 2 raste shumë të pastra në sulm, të paktën nga Bajrami dhe Pilo. Duke parë vendosjen ose formacionin e ekipit, si e komenton, sepse ka pasur shumë kritika për lojtarët që u aktivizuan nga fillimi ose për zvendësimet e vona. Po, e drejt. Unë flas për 2 gabimet gjatë ndeshjes, të lojtarëve që u futën në fushë me formacionin që zgjodhi trajneri dhe stafi. Nuk po flas për gabimet në përgjithësi. Në analizën e plotë të ndeshjes për formacionin që zgjodhi Silvinho dhe lojtarët në dispozicion, një nga lojtarët që unë nuk do të aktivizoja atë ditë ishte Bajrami, jo për arsye personale, sepse ai ka aftësi të jashtëzakonshme si lojtar, por duke marrë parasysh historikun e tij 2 vitet e fundit, një lojtar i futur në pozicionin e sulmuesit kryesor duhet ketë besimin dhe formën e duhur. Bajrami nuk kishte moralin dhe besueshmërinë për të shënuar gol, prandaj futja e tij në majën e sulmit ishte një rrezik për skuadrën. Pse e shesi rrezik? Sepse sulmuesi kryesor duhet rrezikoj, të ketë eksperiencë dhe besim për të shënuar dhe për të rrezikuar kundërshtarin. Futja e Bajramit dha një minus të madh për skuadrën, sepse nuk ishte në gjendje fizike, morale dhe psikologjike për të ndihmuar skuadrën, sidomos në fazën e shënimit golene. Ai nuk fitoi duelin me kundërshtarin, nuk hodhi asnjë top dhe pozicioni i tij si qendër sulmues nuk ishte natyral për ta. Në vend të Bajramit, mund të aktivizoi Muçi, i cili kishte moral të jashtëzakonshëm dhe shënonte rregullisht. Ai krijonte më shumë mundësi për shënim dhe kishte premisat më të mëdha se Bajrami në atë moment. Për mbrojtjen nuk kemi çfarë themi. Mitai, Gjimshiti, Ajeti dhe Ismaili nuk kishin arsye të ndroshin. Vetëm Mitai ishte një pikpyetje, sepse nuk kishte minutat e duhura me klubin dhe kampionati arab, nuk ofron shpejtësinë e lojës që kërkohet. Hoxha kishte një performancë të mirë dhe duhet aktivizuar nga fillimi, duke sjellë përfitime në mbrojtjen kundërshtare. Mes fusha qendrore, Aslani, Laçi dhe Shehu kanë të njëjtën filozofi loje. Nëse do të isha trajner, do të leja Aslanin në stol dhe do të fusja një mesfushar ofensiv të shpejtë dhe rezultativ që të gjuan portën. Nëse këto 2-3 pika do të ishin adresuara, lojtarët e duhur aktivizuar, kemi përshtypjen se do ta fitonim ndeshjen bindësëm, jo thjesht me rezultat minimal, por me përsi të dukshme, sepse Polonia nuk ishte në ditën e saj më të mirë atë ditë. Duke pasur parasysh që kontrata e Silvinhos përfundon në korrik, a duhet të rinovohet kontrata e trajnerit në këtë pikë?
Nëse do të gjykojmë me kujdes, duhet marrim parasysh historikun teknik të trajnerit, të gjithë lojtarët që ka grumbulluar dhe mbi të gjitha rezultatet që ka arritur në 3 vitet e fundit. Silvinho na çoi një herë direkt në Europian dhe një herë në play-offin e botrorit. Këto janë 2 rezultate të rëndësishme. Gjatë kësaj periudhe, USA Nations League nuk shkoi mirë dhe skuadra kaloi një periudhë pa stabilitet. Nga ana ime do ta shoh në 2 aspekte. Nëse do t'isha Silvinho, nuk do ta zgjasja kontratën në Shqipëri, sepse pavarësisht sukseseve, nuk ka gjetur guximin për të futur lojtar të rinj në raste të veçanta. Fillimisht ai futi Hasanin pa e njohur shumë, por pastaj këmbguli me të njëjtën zgjedhje për një kohë të gjatë, derisa Hasani i përmirësua. Nëse do të ishte më i guximshëm, mund të kishte zgjedhur skuadra të tjera jashtë Shqipërisë. Nga perspektiva e federatës, nëse dikush na thoshte 3 vjet më parë që do të kishim një trajner që na çon në Europian dhe në play-offin e botrorit, do ta pranonim menjëherë. Jemi një shtet i vogël dhe nuk jemi pjesë e skuadrave elitare. Megjithatë, Silvinho arriti këto 2 suksese dhe kjo duhet vlerësuar. Mendoj se federata duhet i jap shansin Silvinhos edhe një vit tjetër. Ky vit do të përfshijë përgatitjet për Europianin dhe USA Nations League. Nëse do të dështojnë komplet gjatë këtij viti, atëherë do të ishte e qartë se kontrata nuk duhet rinovohet. Por një vit i shtuar është i drejtë duke pasur parasysh sukseset e arritura në 3 vitet e fundit. Nëse federata vendos se Silvinho nuk do të vazhdojë më, a mendon se është koha për një trajner shqiptar? Koha për një trajner shqiptar ka qenë gjithmonë dhe do të jetë gjithmonë ti mund të zgjedhësh një trajner shqiptar. Por për sa kohë Duka është presidenti i federatës, nuk besoj se kjo do të ndodhë. Duka ka preferuar gjithmonë trajnerë të jashtëm, sepse ka pak presion dhe ndërhyrje nga ambienti shoqëror shqiptar. Më tepër situata ka ndryshuar. Sot magjorica e lojtarëve të kombëtares vijnë nga jashtë vendit, ndaj trajnerët shqiptar nuk do të kishin mundësi të merrnin lojtar nga ambientet lokale. Megjithatë nuk do të ishte fundi i botës të zgjidhej një trajner shqiptar, pasi ka trajner shqiptar po aq të aftë, të zgjuar dhe teknik sa trajnerët e jashtëm. Por me Duka president, nuk duket e mundur që ai të zgjedhë një trajner shqiptar. Disa kanë folur për ndërhyrje të mundshme të menaxherëve të zgjedhja e lojtarëve nga Silvinho. A mund të jetë vërtet kjo? Nuk duket e besueshme. Silvinho ka luajtur në nivele shumë të larta si futbollist, Barcelona, Arsenali, dhe nuk ka nevojë të bëjë këto lloj ndërhyrjesh për interesa personale. Një trajner i tillë nuk ka nevojë të favorizojë lojtar për shkak të menaxherëve apo të tjera gjërave të tilla. Edhe unë sikur të isha trajneri i një ekipi kombëtar, nuk do të afrohesha me menaxherët për të vendosur lojtar. Mund të marrësh informacion, por vendimet duhet jenë të tuat. Për sa kohë nuk konstatoj vetë diçka të tillë, nuk mund ta marr si të vërtet vetëm nga thashëthemet. Më duket e palogjikshme që Silvinho të aktivizonte lojtar për interesat menaxherëve apo të tjera gjërave të tilla. Po vjen Liga e Kombeve. Për çfarë duhet na shërbej kjo? Për të kaluar në Ligën B apo për të gjetur lojtar të rinj? Liga e Kombeve i ka të 2 qëllimet. Së pari ofron mundësi për kualifikim në Europian dhe botror, edhe për ekipe që duken më të dobta. Për shembull, Suedia mori vetëm 6 pikë nga Kosova, por prapo kualifikua për botror. Pra çdo pikë dhe çdo ndeshje mund të shfrytëzohet maksimalisht. Së dyti, kjo është një mundësi për të përgatitur dhe vlerësuar lojtar të rinj. Për shembull, Pilo luajti me Polonin dhe surprizoi pozitivisht me personalitetin dhe shpejtësinë e tij. Edhe pse humbi disa raste, ai tregoi aftësi dhe duhet të ketë mundësinë të fitojë vendin e tij në ekip kombëtar. Kështu USA Nations League shërben si terren prove për të ndërtuar ekipin kombëtar të sartmës dhe për të integruar lojtar të rinj.